Tani, Luela, a e diti se çfarë po gatuhet në teatrin kombëtar për të ardhur shumë shpejt? E di dhe është diku nga data 8? 9. 9? Jo, është 8. Dgjoj për mua është me datë 8. Se gazetarët, në fakt, gazetarët e kanë preferuar në datë 8 prill. Ne kemi folur dhe unë dija paraprakisht, domethënë kemi diskutuar se ne na ndodh që takohemi me drejtuesit e institucioneve, me drejtuesit e komanduar, të pyesim se çfarë po gatuhet, çfarë po përgatisin. Për shembull, është interesante që të shkosh në teatrin eksperimental, se ato janë ngjitur me salla ngjitur 50 vëndëshe me sallën e madhe të Artur Binës, që është ajo e teatrit kombëtar. Edhe unë isha diku të para 2 ditësh që ishte vrasje në Vjesht, në teatrin eksperimental, pra në sallën e vogël. Megjithatë ti gjen aty një komunitet pa diskutim para dhe pas shfaqjes, ti gjen njerëz që komentojnë. Shfaqja Driada Dervishit ndërkohë. Po, ndërkohë kjo vrasje në Vjesht është një premierë e cila ka nisur tani rrugtimin, e keni edhe për 2-3 ditë në teatrin eksperimental, kështu që nxitoni ta shihni. Një histori e cila vjen me regji nga Stefan Çapaliku, edhe që është një vepër shqiptare pa diskutim, shumë interesante, po që lidhe dhe realitetin e Shqipërisë me pushtimin gjerman. Është një vepër e Gjergj Vlashit, njeriu i netëve të Vjeshtës, dhe do të jetë deri më datë 30 mars, që të jem e saktë. Dhe aty ti merr vesh që po gatuhet diçka e madhe, edhe 12 burra të zemëruar do të vinë në teatrin kombëtar. 12 burra të zemëruar, një histori shumë e bukur, e cila vjen me regji të Albert Mingës, por që mbledh. Ndalu pak këtu. Ndale. Po ja kujtoni edhe këtu pak trailerin se mund të tregjeni. Albert Minga. Albert Minga është një nga regjisorët më me emër në teatrin kombëtar, në teatrin shqiptar, në skenën teatrale shqiptare, në fakt. Edhe ka mundur të bëj, pa diskutim se vetëm regjisorët e mëdhenj mundet të bëjnë bashkë një kast aktorësh me emra shumë të mëdhenj, si Alfred Trebicka, që është një ndër të preferuarit e mi, edhe që unë kam thënë edhe në emision, nuk e di pse më ndodh që t'i shoh 2 herë apo 3 herë shfaqjet e Alfred Trebickës. Është Viktor Zhusti, është Niko Kanxheri. Është një rikthimi Niko Kanxherit, është si thua, domethënë mjafton këto emra për të kuptuar se domethënë si do të vazhdojë vazhda e 12 burrave të tjerë që janë të zemëruar. Po flasim për babain e kolegës time, Luela, apo jo? Po. Po Aulona është modeste, po sepse i ka lënë fjalët për ditën e premierës dhe kur të intervistojmë vetë protagonistin. Alfred Trebicka, Viktor Zhusti, Niko Kanxheri, Sokol Angjeli, Neritan Liçaj, Myzafer Zifla, Lulzim Zeqa, Ligoraj Shiriza, Floriana Galliu, Besmir Bitraku, Donald Sheu, Doriana Çaushi, Glizarka. Janë emrat më të mirë ose burrat më pak të zemëruar të teatrit ton, që në fakt në regjinë e Albert Mingës do vinë si burrat të zemëruar. Asa do doja të kisha mundësi të tregoja shumë, nuk keni densa shumë. Do ta lësh sepse do ta lë, që po punohet fort këtë nuk besoj e kuptoni shumë mirë dhe që ka shumë emocion të gjithë, është një vepër, kam përshtypjen që për përmbajtjen e veprës. Unë kam parë diçka edhe në teatrin kombëtar, në faqen e vet. Viktor Zhusti më duket se ka nisur një trailer dhe unë besoj që ato kanë qenë grimcat e para në cilat unë kam filluar të kuptoj që po gatuhet një shfaqje dhe çuditërisht i gjen aty në teatr, dhe ti e kupton që një gjë e madhe po ndodh, se ti e sheh Viktor Zhustin kaq të dedikuar apo emra kaq të rëndësishëm të teatrit, të skenës teatrale, të cilët bëhen bashkë aty. Edhe me zi Këtu është momenti nga monologjet që ai do të ketë gjatë shfaqjes. Ajo që mund të tregoj sa të duash, ka vite, nuk e keni idenë se sa, por jo, drama është interesante sepse flet për 12, le të themi, antarët e një jurie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është mbaruar një gjyq dhe ata duhet vendosin në mënyrë unanime nëse personi që po gjykohet është i fajshëm apo i pafajshëm. Duhet bën 12 mendje bashkë. Çështja është që duhet jenë të 12-tët në një vendim. Pra nëse të 11 thonë është i pafajshëm, sikur njëri thotë jo, është i fajshëm, aty prap do ta fillojnë dhe njëra nga e para. Dhe ata janë të detyruar, janë mbledhur në një sallë të 12, janë 12 që nuk njihen me njëri tjetrin, absolutisht, dhe në atë përpjekjen për të gjetur dhe për të vendosur nëse ai është i fajshëm apo i pafajshëm, zbulohen edhe jetët e gjithë secilit, edhe karakteret, ngjarjet, historitë e 12 burrave të zemëruar në fakt me jetët e tyre, por që kaq po e lë sepse ndryshe s'mbaroj kur, po që është vërtet diçka. Dua ta lidh edhe me një
se tu është një nga veprat më të rëndësishme që po qarkullon tani në kineman botërore, që ka të bëjë me adoleshencën. Edhe personazhi edhe në shfaqjen 12 burra të zemëruar është një 16 vjeçar që ka vrarë teatrin. Pra kjo është ngjarja. Edhe mos bëj shumë spoiler se kam lënë ta shoh sot Luela Çuna. Po thjesht ideja që ti ke një filmin. Po do kuptosh do të thënë edhe unë po them që gjitha rekordet e shikueshmërisë. Rekordet edhe unë nuk e kam nisur, sepse po pres të dalin seri, janë nga 1 orë para shumë 60 minuta, janë 4 seritë e para. Do të zhvillohet me siguri. Por duke qenë se unë kam parë disa momente të cilat kanë filluar të qarkullojnë në rrjet, sigurisht realizimi i shkëlqyer, po unë po bëj këtë paralelizmin për të thënë që kjo ngjarje tragjike do vi edhe në teatr nga Albert Minga. Për publikun nga 9 prilli.